Ndër titujt kryesor do të veçojmë kredia për ekonominë ka përjetuar një rritje tjetër në 864 miliard lekë gjatë marsit. Bizneset kontribuan më shumë në rritjen e stokut. Depozitat e përfshira në para në gjerë kanë pësuar rënje me 0,6%, duke arritur 1,38 trilion lekë. Depozitat në valutë ka regjistruar rënjen më të madhe. Drejtuesit automjeteve paguan afro 213 milion euro taks qarkullimi gjatë vitit 2024. Në raport me një vit më parë janë paguar afro 18 milion euro më shumë. Fermat organike do të financohen deri në 2.000 euro me qëllim rritjen e sipërfaqeve të kultivuara. Synohet nxitja e prodhimit cilësor në vend. Ishin këto shkurtimisht disa nga titujt kryesor, ju njoh tani më gjerësisht. Në muajin që lan pas, kredia për ekonominë ka përjetuar një rritje tjetër. Kështu të dhënat zyrtare tregojnë se kredia për ekonominë ka arritur në 864 miliard lekë në mars, me bizneset private që kontribuan më shumë në rritjen e stokut. Kredia për ekonominë ka vijuar të rritet me ritme të shpejta edhe në 3 muajt e parë të 2025-s. Sipas shifrave të sapo publikuara nga Banka e Shqipërisë, kredia për ekonominë arriti në 864 miliard lekë në muajin mars, një rritje kjo me 2% në krahasim me shkurtin dhe 13% në krahasim me marsin e vitit të kaluar. Ndikimin më të madh në këtë rritje ka dhënë kredia e marrë nga bizneset. Të dhënat zyrtare tregojnë se kredia e bizneseve private ka pësuar një rritje me 2,5% në mars, duke kapur kushtu një vlerë prej 488 miliard lekësh. Në rastin e bizneseve mbizotron kredia në valutë me 264 miliard, ndaj kredisë në lekë prej 223 miliardësh. Edhe në terma të rritjes në krahasim me shkurtin ose në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024, kredia në valutë është ajo që ka pasur rritjen më të madhe. Po përse përket kredisë dhënë ndaj sektorëve të tjerë, kredia e qeverisë lokale dhe administratës publike rezulton të jetë vetëm në lekë. Muajin e kaluar ajo ka zbritur nga 21 në 19 milion lekë. Ndërkohë kredia për korporatat jo financiare publike, e cila i referohet kredisë së marrë nga ndërmarrjet në pronësi të shtetit, si për shembull OSHE, UKT dhe të tjera, ka pësuar një rritje me gati 2,9% në mars. Bazuar në statistikat e Bankës Qendrore, kredia në valutë për korporatat jo financiare publike ka rënë në 9,5 miliard lekë nga 11,5 miliard që ishte, ndërsa kredia në lekë është rritur në 9,2 miliard, shumë pranë barazimit të njëra tjetrës. Përsa i takon kredisë së sektorëve të tjerë rezident, që përfshin kredinë e marrë nga individët, por jo vetëm, ajo rezulton të jetë rritur me 1,5% në krahasim me shkurtin. Konkretisht kredia për sektorët e tjerë rezident ka arritur në 336 miliard lekë. Në ndryshim nga bizneset, kredia nga sektorët e tjerë rezident është marrë më tepër në lekë sesa në monedhë të huaj. Nga ana tjetër, kredia për korporatat e tjera financiare ka rënë në 20 miliard lekë. Depozitat e përfshira në para në gjerë kanë pësuar rënje me 0,6% në muajin mars, duke regjistruar vlerën e 1,38 trilion lekëve. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, depozitat në valutë kanë pësuar rënjen më të madhe në krahasim me muajin shkurt dhe me depozitat në lekë. Depozitat e përfshira në para në gjerë kanë vijuar rënjen edhe në muajin mars. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se shuma e depozitave të përfshira në para në gjerë pësoi një rënje me 0,6% në krahasim me shkurtin dhe 1,1% në krahasim me janarin. Konkretisht në fund të muajit të kaluar, totali i depozitave ishte 1,38 trilion lekë. Depozitat e përfshira në para në gjerë i referohen të gjithë parave që qytetarët dhe bizneset mbajnë në bankë, pra parat në llogaritë bankare, në llogari kursimi, në depozita afatshkurtra ose afatgjata dhe të tjera. Përsa i përket monedhës, depozitat në valutë kapin vlera më të larta se ato në lekë. Megjithatë, në muajin mars, si depozitat në lekë ashtu edhe ato në monedhë të huaj, rezultojnë me rënje. Depozitat në lekë llogaritën në 645 miliard lekë, 0,3% më pak se në shkurt. Ndërkohë depozitat në valutë kapin një shifër prej 735 miliard lekësh, edhe kjo një vlerë rreth 0,9% më ulët se në muajin paralindës. Kështu nga kjo kuptojmë se ndikimin më të madh në rënjen e totalit të depozitave të përfshira në para në gjerë e kanë dhënë depozitat në valutë. Sipas statistikave të Bankës Qendrore, depozitat e transferueshme, të cilat i referohen parave që ne mbajmë në llogaritë tona bankare, rezultojnë me shumat më të larta, ndjekur më pas nga depozitat me likuiditet të lartë, pra pa afat, dhe llojet e tjera të depozitave. Depozitat e transferueshme në lekë kanë zbritur në 375 miliard lekë në mars, ndërsa ato në valutë në 357 miliard lekë. Nga ana tjetër, depozitat me likuiditet të lartë, pra depozitat pa afat,
dhe depozitat e tjera në lek rezultojnë me një rritje të lehtë prej përkatësisht 1.9% dhe 0.1%. Ndërkohë për sa i përket depozitave në valutë të përfshira në paranë e gjerë, shifrat flasin për një rënje të depozitave me likuiditet të lartë pra depozitat pa afat dhe vetëm një rritje me gati 1.7% të llojeve të tjera të depozitave. Drejtuesit e automjeteve kanë paguar në total afro 213 milion euro taks qarkullimi për vitin 2024. Në raport me një vit më parë janë paguar afro 18 milion euro më shumë. Diktuar kjo dhe nga rritja e sësisë së karburantit të zhdoganuar dhe rrjedhimisht edhe konsumit. Qytetarët shqiptarë që kanë në përdorim një automjet kanë paguar në total afro 213 milion euro taks të qarkullimit rrugor. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se të ardhurat nga taksa e qarkullimit, e cila vilet për çdo litër për naftën dhe benzinën, kanë pasur një rritje të konsiderueshme me 9% në raport me një vit më parë. E thënë ndryshe janë paguar afro 18 milion euro më shumë se në vitin 2023. Rritja e të ardhurave është diktuar nga shtimi i konsumit të karburantit. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se përgjatë 12 muajve që lanë pas, qytetarët shqiptarë dhe turistët kanë konsumuar rreth 657.5 mijë ton karburant. Në raport me një vit më parë, rezulton rritja e importit të këtij produkti me rreth 43.000 ton, si dhe është në nivelin historik të 5 viteve të fundit. Kjo performancë vjen si rrjedhojë e rritjes së fluksit të turistëve në vendin tonë, shifër e cila regjistrohet në 11.7 milion në vitin 2024, ku një pjesë e mirë prej tyre vijnë me automjete personale dhe një pjesë marrin automjete me qira për të vizituar sa më shumë vende. Taksa e qarkullimit mbi naftën dhe benzinën vilet në masën 27 lek për litër. Në vitin 2024, Ministria e Financave kishte programuar të vilte 233 milion euro nga taksa e qarkullimit, por janë arkëtuar 213 milion euro, me një mos realizim në vlerën 20 milion euro. Taksa e qarkullimit grumbullon të ardhura nga përdoruesit e transportit dhe vilet gjatë blerjes së karburantit për çdo litër të konsumuar dhe shpërndahet më pas për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve. Taksa e qarkullimit është vetëm një prej 7 taksave që vilen nga konsumi i lëndëve djegëse dhe që shkon në arkën e shtetit bashkë me TVSH-n, akcizën, taksën e karbonit e të tjera. Fermat organike do të financohen deri në 2.000 euro me qëllim rritjen e sipërfaqeve të kultivuara me prodhim më cilësor në vend. Aktualisht sipas të dhënave zyrtare, vetëm 1% e sipërfaqes bujqësore në Shqipëri është me prodhim organik. Qeveria do të mbështesë prodhimin organik në vend si një detyrim edhe në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe për të rritur eksportet e produkteve me vlerë të shtuar në tregjet ndërkombëtare. Bujqësia organike është pjesë e strategjisë së BE-s nga ferma në tavolinë dhe konsiderohet si një sistem i rëndësishëm dhe i qëndrueshëm bujqësor, me një objektiv që të paktën 25% e tokës bujqësore të BE-s të jetë nën bujqësi organike deri në vitin 2030. Kështu fermat organike për periudhën në kalim në vitin e parë do të financohen në vlerën 100.000 lek. Në vitin e dytë dhe të tretë me 150.000 lek dhe po ashtu fermat e certifikuara do të financohen deri në 200.000 lek për fermë. Subjektet e interesuara do të kenë mundësi të aplikojnë pranë Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural deri më 30 maj. Përfitojnë të gjithë aplikuesit që janë në sistem apo skem certifikimi në kalim viti i parë, i dytë dhe i tretë, ose të certifikuar organik me kusht që sipërfaqja e mbjellë që certifikohet të mos jetë më e vogël se 0.5 hektar. Toka të jetë në pronësi të aplikuesit në përdorim ose me qira për të paktën 5 vjet, përfshirë edhe vitin e aplikimit. Dokumentacioni që dorëzohet nga aplikanti pas përfshirjes në listën e përfituesve është kontrata e lidhur nga aplikuesi me një trup kontrolli të miratuar nga Ministria e Bujqësisë ose që ka njoftuar aktivitetin në Ministrinë e Bujqësisë për specien apo speciet dhe sipërfaqen e kultivuar, si dhe dokumentacioni i pronësisë së tokës apo marrjes me qira. Pronësia mbi tokën bujqësore vërtetohet me certifikat pronësie e shoqëruar me hartën treguese dhe kartelën e pasurisë së paluajtshme, aktin e marrjes së tokës në pronësi apo kontratë qiraje të notorizuar. Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare, vetëm 1% e sipërfaqes bujqësore në Shqipëri është me prodhim organik, apo e thënë ndryshe, 1.000 hektar në total, ndërkohë që potencialet dhe kërkesa konsumatore vendase dhe ajo e huaj janë shumë të larta. Në Shqipëri janë gjithsej 150 operatorë të certifikuar me logon bio, ku 80 prej tyre prodhojnë për tregun vendas dhe 70 për eksport. Në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë u organizua panajri punës, ku studentët u shprehen se këto evente shërbejnë për të marrë eksperiencë dhe për të bërë pjesë e tregut të punës.
Për të fituar eksperiencë dhe për të bërë pjesë e tregut të punës në të ardhmen, student nga degë të ndryshme morën pjesë në panajirin e punës 2025 që organizua pra Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë. Ky panajir që zhvillohet për herë të katërt ka për qëllim të ofrojë institucioneve, kompanive, mediave, agjencive dhe OJF-ve hapësirën për të prezantuar pritshmëritë e tregut të punës, mundësitë për punësim dhe stazhe si dhe për të krijuar bashkëpunime me interesa të ndërsjella. Kryesisht për shkak se unë jam një studente vitit parë bachelor, studioj anglisht te Fakulteti i Gjuhëve tuaja, edhe në fakt është pak e vështirë për ne të gjejmë punë sepse jemi pa eksperiencë. Edhe mendoj që ka shumë të tillë këtu që panajiri marrin pjesë shumë biznese të cilat na ofrojnë ne eksperiencë. Panajiri na ka ndihmuar shumë edhe ne studentëve për internshipe të ndryshme për të aktivizuar në punë, të cilat na kanë shërbyer jo vetëm për një fitim eksperiencë që kanë qenë eksperienca të ndryshme, por edhe financiarisht për të mbuluar gjitha shpenzimet të cilat kemi pas, sepse dihet që universiteti ka shpenzimet e tij. Këtu kishte disa kompani të cilat ofronin internshipe për studentët edhe neve na ndihmon shumë që të pasurojmë CV-n ton, pse jo edhe në të ardhmen të punësohemi në një nga këto kompaninë të cilat neve zgjedhim që të bëjmë internshipin. Unë jam më shumë interesuar edhe për punën vullnetare në fakt, sepse mendoj që të ndihmon shumë edhe për zhvillimin tonë si individ. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 50 stenda të ndryshme që nga institucionet të arsimit nëntëvjeçar dhe të mesëm me oferta punësimi për mësues të gjuhës shqipe, historisë dhe gjeografisë, deri te organizata dhe shoqata që kërkojnë eksperjenca në marrëdhënie ndërkombëtare, si dhe biznese turistike që kërkojnë guida turistike apo profesioniste në fushat e trashëgimisë kulturore dhe arkeologjisë. Gjatë vitit 2024, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike faturoi 507 konsumatorë për dëm ekonomik me një vlerë totale prej rreth 111 milion lekësh. Penalizimi me gjobë kilovatësh për të gjithë ata që vjedhin energjinë elektrike aplikohet që nga viti 2020, duke konvertuar në lekë sasinë e energjisë e konsumuar në formë të palishme. 507 konsumatorë u faturuan nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike për dëm ekonomik gjatë vitit 2024, me një vlerë totale prej rreth 111 milion lekë. Faturimet përfshin dëmet e shkaktuara nga ndërhyrjet e palishme në sistemin e matjes së energjisë elektrike, e më konkretisht manipulimet të matësve, lidhje të pa autorizuara në rrjet ose ndërhyrje në pajisjet matëse, me qëllim shmangjen e regjistrimit të konsumit real të energjisë. Në raport me një vit më parë, numri konsumatorëve të faturuar për dëm ekonomik ka pësuar rënje, pasi gjatë vitit 2023 ishin 680 konsumatorë të kapur në shkelje, me një vlerë faturimi për rreth 196.5 milion lekë. Ndërkaq për vitin 2024, numri më i lartë i faturimeve për dëm ekonomik, apo thënë ndryshe për vjedhje energjie, është regjistruar në rajonin e Shkodrës me 143 konsumatorë. Më pas vjen Kuksi me 86 faturime dhe Bureli me 64 faturime. Numri më i ulët është shënuar në Korçë dhe Berat, me respektivisht 3 dhe 6 faturime për dëm ekonomik. Penalizimi me gjobë kilovatësh për të gjithë ata që vjedhin energjinë elektrike aplikohet që nga viti 2020, duke konvertuar në lekë sasinë e energjisë konsumuar në formë të palishme. Ndërkaq, sipas rregullores në fuqi, çdo përdorues i rrjetit ka mundësi për t'u ankuar pranë operatorit të sistemit të shpërndarjes apo entit rregullator të energjisë në rast se kundërshton faturën e dëmit ekonomik të vendosur. Gjatë vitit 2024, ERE ka trajtuar 21 ankesa të tilla, të cilat përbëjnë rreth 14.68% të totalit të ankesave të trajtuara nga ky dikaster. Kryeministri Rama dhe zëvendës kryeministre Belluku deklaruan se planet për shtimin e burimeve gjeneruese dhe investimet në rrjet do të garantojnë pavarësinë energjetike të vendit. Sipas kreut të entit rregullator të energjisë, fokusi duhet të jetë tek liberalizimi i tregut. Arritjet e planet për zhvillimin e sektorit energjetik ishin në fokus të një takimi të zhvilluar me investitorë në burime të rinovueshme të energjisë, miniera si dhe në sektorin hidrokarbur. Sipas kryeministrit Edi Rama dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, planet për shtimin e burimeve gjeneruese të energjisë elektrike dhe investimet në rrjetin elektrik do të garantojnë pavarësinë energjetike të vendit. Diversifikimi me fillimin edhe të disa projekteve të erës, me inovacionin e jashtëzakonshëm që do të kemi fatin
të kemi në Shqipëri fal Statkraftit. Besoj që kemi të gjitha arsyet të mendojmë se pavarësia e plotë energjetike e Republikës së Shqipërisë është afër. Nëse deri tani ne kemi qenë në një emergjencë për të diversifikuar të gjithë prodhimin në Republikën e Shqipërisë, sot ne jemi të fokusuar jo vetëm tek prodhimi, por edhe tek transmetimi si komponent jetik i sistemit elektroenergjetik shqiptar. Sipas kreut të endit regulator të energjisë, fokusi duhet të jetë liberalizimi i tregut elektroenergjetik. Liberalizimi i tregut natyrisht krijon një garanci shumë herë më të madhe për fuqizimin dhe sigurinë e furnizimit dhe të konsumatorëve të tjerë, siç janë konsumatorët vulnerabël, që është pjesa e popullsisë. Gjatë aktivitetit u bën me dije detajet e studimit të fizibilitetit për ndërtimin e një centrali me sistem pompimi nga kompania Devoli Hydropower, me vlerë të parashikuar 1.7 miliard euro. Po ashtu u bë me dije se ligji i ri për sektorin minerar do parashikojë stimuj për investime në këtë sektor, ndërsa synimi për të ardhmen është rritja e industrisë përpunuese për mineralet që nxiren nga nën toka. Ndërkaq sa e takon sektorit hidrokarbur, përfaqësuesi i kompanisë Eni, përveç operacioneve të kërkimit në bllokun Dumrea, tha se doni zbatimi një projekti pilot për prodhimin e biokarburanteve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shfrytzuar praninë e tij në Kongresin e Partive Popullore Europiane në Valencia për të sulmuar Edi Ramën. Sipas Berishës, kryeministri ynë është një diktator që ka paguar për të eliminuar opozitën. Shqipëria sot është i pari dhe i vetmi narkoshtet në Europë, ku të gjitha pushtetet ndodhen në duar të një njeriu të vetëm. Sikurse e kanë vërejtur edhe vëshkuesin ndërkombëtar nëpërmjet një vote të blerë nga mafia dhe ndaj friksimit si një makineri e madhe, ai ka vënë në kontroll të plotë vullnetin e qytetarëve dhe i ka kthyer zgjedhjet në një fasad. Kryeministri i cili duket në samite ndërkombëtare dhe me atletet të bardha, sillet brenda vendit si një diktator i vërtet. Ai kontrollon të gjithë ekonominë e vendit, ai kontrollon median tërësisht dhe ai bllokoi TikTokun në mënyrë që vendi ynë të jetë njësoj si Kabuli dhe Teherani. Njësoj si Zajedi Tunizis në vitin e zgjedhjeve, ai shkaktoi arrestimin e 3 kryetarëve të partive të opozitës për arsyeën e vetme se ata ishin kundërshtar politik. Dhe pa kurfar prove penale, ai e mori mandatin e liderit të opozitës edhe të kryetarëve të bashkisë opozitës si Fredi Beleri, i cili sot është deputet i Parlamentit Evropian, për arsyeën e vetme sepse Beleri nuk i dha tokën që nuk i takonte familjes së Ramës. Përveç këtyre, narkodiktatori i Tiranës i dha ryshfet shefit të kundërinteligencës McGonigal për të punuar kundër opozitës shqiptare. Ai i siguroi atij $225,000, por ju siguroi se nuk ishte i vetmi i cili mori ryshfet për të punuar kundër opozitës. Pra në Komisioni Qendror të Zgjedhjeve u zhvillua procesi testimit të votimit dhe numërimit elektronik për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sipas kryekomisionerit Celi Bashi, procesi i votës së diasporës po ecë pozitivisht. Në Bashkinë e Vorrës dhe në njësinë 10 në Tiranë, në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, qytetarët do të kenë mundësinë të votojnë përmes procesit elektronik. Por si do të votojnë përmes këtij procesi? Si fillim, në momentin kur pajisja është në ngjyrë jeshile do e shtypim që të nisi procesi i votimit në mënyrë elektronike dhe më pas në ekran do të shfaqet lista e partive dhe koalicioneve për atë që ne duhet të votojmë. Marrim rastësisht një nga partit ku është paraqitur dhe më pas vazhdojmë më pas në fletën e dytë të votimit janë të gjithë kandidatët dhe zgjedhim në rastësore një nga kandidatët që duam të zgjedhim. Më pas jemi në pjesën e konfirmimit të votës.
Në këtë ekran në vogël është printuar pjesa e votës sonë dhe nëse ne konfirmojmë që është vota që ne kemi zgjedhur, do të vazhdojmë me përfundo votimin. Në këtë moment vota jonë është konfirmuar dhe është votuar dhe më pas kjo votë është vendosur në kutinë e zgjedhjeve. Kryekomisioneri Lirian Celibashi përballë gazetarëve në lidhje me procesin e votës së diasporës, u shpreh se deri më tani mbi 70.000 emigrant kanë kthyer fletët me votat e tyre për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. 70.000 e pak votues nga 245.135, të cilët e kanë kthyer fletën e votimit. Po e ndjekim dhe jemi, sikur se thash, jemi në ndjekje të përmbushjes së detyrimeve nga DL për detyrimin që ata kanë për të shpërndar të gjithë dokumentacionin zgjedhor. Ngelet, sikur se thash edhe ju, rreth 30.000 zgjedhës, të cilët akoma nuk e kanë marrë. Kryekomisioneri e vlerësoi këtë proces me nota pozitive, si hera e parë që ndërmerret nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nxënësit e gjimnazit Qemal Stafa në kryeqytet, të cilët votojnë për herë të parë, morën pjesë në një proces simulimi të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, sipas ambasadorit të Gjermanisë. Ky proces do të ndihmojë nxënësit për të votuar më lehtë. Nxënësit e gjimnazit Qemal Stafa në Tiranë, të cilët janë votues për herë të parë, organizuan një proces të stimuluar votimi. Përmes këtij procesi, nxënësit u njohën me praktikën e procedurës së votimit. Që në kryeterës duket që ky proces ka ngjallur interes. Ndërkohë ky proces u ndoq edhe nga ndërkombëtarët, ku ishin të pranishëm drejtuesja e zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Giulia Re, dhe ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Karl Bergner. Është kënaqësi dhe jam këtu dhe ju përgëzoj që jeni nxënës dhe votoni për herë të parë. Qëllimi i zgjedhjeve është të fitojë demokracia. Ju keni mundësinë për të mësuar procesin zgjedhor dhe ju përmes këtij trajnimi apo stimulimi kur të votoni në zonat tuaja do të keni marrë dorën procesit. Doja të theksoja që ky event do të zhvillohet në të gjithë gjimnazet e Shqipërisë, ndërsa ju jeni grupi i parë prej 20.000 nxënësish që jeni regjistruar në këtë proces, të cilët praktikohen në procesin zgjedhor. Për nxënësit të cilët janë votues për herë të parë, ky trajnim ishte frytëdhënës që njihen me procesin e votimit. Është gjithmonë një gjë e mirë të provosh diçka të re dhe ky trajnimi domethënë po na njeh pak a shumë se si do funksionojë gjitha dhe mendoj se ja vlen shumë për ne si persona që kemi për herë të parë. Greqia do të instalojë sisteme kontrolli dhe frena automatike në të gjithë rrjetin hekurudhor deri në shtator 2025. Vendimi i qeverisë vjen pas katastrofës hekurudhore të vitit 2023 që shkaktoi shumë viktima. Greqia synon të instalojë sisteme kontrolli për trenat deri në shtator të këtij viti që të shtojë sigurinë e hekurudhat e saj, tha kryeministri Kyriakos Mitsotakis, më shumë se 2 vjet pasi katastrofa më e keqe hekurudhore e vendit mori jetën e 57 personave. Përplasja e një treni pasagjerësh dhe një treni mallrash më 28 shkurt 2023 është bërë simboli emblematik i viteve të neglizhencës së hekurudhave në vend. Qindra mijëra grek dolën në protesta në përvjetorin e dytë të katastrofës në shkurt të këtij viti për të kërkuar reforma qeverisë. Mitsotakis tha gjatë mbledhjes së kabinetit se i gjithë rrjeti hekurudhor i Greqisë do të pajiset me frena automatike dhe sisteme kontrolli deri në shtator. Ai gjithashtu tha se gjurmimi i trenave në kohë reale do të instalohet si një shtresë e dytë sigurie për të shmangur çdo përplasje të mundshme. Hetuesit e aksidenteve kanë thënë se sistemet e kontrollit të trafikut të trenave mund të kishin shmangur katastrofën hekurudhore të vitit 2023 dhe se boshllëqet e sigurisë mbeten ende. Greqia ka shtyr vazhdimisht një projekt të vitit 2014 të bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian për të instaluar sistemin evropian të kontrollit të trenave që lejon komunikim në distancë midis drejtuesve dhe kontrollorëve të trafikut. Prokurorët e Bashkimit Evropian kanë akuzuar shumë zyrtar grek për keq përdorim të punës në lidhje me ato kontratë. Mitsotakis premtoi këtë vit se do të modernizojë plotësisht hekurudhën prej 2400 kilometra të vendit deri në vitin 2027. Ai tha se qeveria do të ndihmojë në riorganizimin e organizatës shtetërore të hekurudhave elene, duke rritur pagat dhe monitoruar performancën e stafit. Qendra tregtare Pajtoni ka nisur një fushat të uljeve e quajtur fundjavat e zbritjeve. Për një muaj me radhë, çdo të premte, të shtunde, të diel, vizitorët do të kenë mundësinë të përfitojnë produkte për shtëpinë, teknologji dhe dekor me çmime të reduktuara.
Qendra tregtare Pajtoni ka nisur një fushat të re uljesh të përshëndruara vetëm gjatë fundjavave. Për një muaj, vizitorët do të kenë mundësi të përfitojnë ulje në një sër produktesh për shtëpinë dhe jo vetëm. Çdo fundjavë nga data 18 prill deri më 18 maj, në këtë qendër tregtare zhvillohen të ashtu quajturat fundjavat e zbritjeve. Një nismë që ofron produkte të përzgjedhura me ulje të çmimesh për vetëm 3 ditë. Kemi zgjedhur të jemi në këtë fushat, çdo të premte, të shtunë, të diel dhe çdo fundjavë, për çdo njeri i cili ka dëshirën dhe ka nevojën që të ketë diçka për shtëpinë, mund të vijë ta gjejë Pajtoni Center. Pra përgjithsisht të dy brendet çdo fundjavë kanë zbritje të dedikuara dhe shikon që i nevojitet diçka dhe patjetër mund të vijë dhe mund ta gjejë brenda te Pajtoni Center. Nisma, sipas qendrës, synon të japë mundësi mbledhësve të përfitojnë nga çmimet më të favorshme në produkte të ndryshme për shtëpinë, nga pllakat, tekstilet dhe mobiljet e deri te teknologjia dhe elementët e dekorit. Ne kemi afishuar në rrjetet tona sociale, ku çdo dyqan paraprakisht njoftojmë që të hënën që secili dyqan është në zbritje këtë fundjavë, pra 2 dyqane të dedikuara, nuk ka mbetur shumë sepse nga data 18 prill deri në 18 maj është e shtrirë kjo fushat, kështu që ka ngelur dhe 3 fundjava për këto zbritje të dedikuara që çdo kush që ka dëshirë mund vi dhe t'i gjejë, t'i eksplorojë pak në rrjetet tona sociale. Qendra Pajtoni ndodhet në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës dhe ofron një shumëllojshmëri dyqanesh me produkte të përshtatura për çdo stil shtëpie. Fushata fundjavat e zbritjeve do të zgjasin deri më 18 maj, duke sjellë çdo fundjavë produkte të reja me çmime të reduktuara, ndërsa vizitorët pritet të përjetojnë një eksperiencë ndryshe nga ajo tradicionale e blerjeve. Të gjithë vizitorët e Pajtoni Center mund të përfitojnë nga kjo mini fushatë e vogël që ne kemi shtrirë aktualisht në rrjetet tona sociale dhe në televizione, por fushata e cila do të vijë më e madhe do jetë ajo e qershorit, ku çdo familjar mund të gjejë këtu çdo produkt outdoor si dhe indoor në periudhën e fillimit të qershorit, që do jetë një nga fushatat më të mëdha që do bëhet për periudhën e verës. Kemi ardhur në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skantava.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Për më tepër mund të na gjeni dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë, mirë takofshi.